Piktori i shuar Muhamet Malile, fituesi disa çmime kombëtare dhe atyre ndërkombëtare, ka disa ditë që ka hapur një ekspozitë retrospektive me tablo dhe grafika të realizuara në vitet 80 dhe 90 të shekullit kaluar në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia. Ekspozita ka gjallur mjaft interes në qarqet artistike e kulturore të qytetit të Durrësit, si dhe po ndigjet nga banorë turistë të shumë të sezonit. Ekspozita titullohet Në Mug dhe në të janë ekspozuar vepra të vlerësuara shumë si në Shqipëri ashtu dhe në Itali, ku autori ka emigruar për disa vite. Rreth kësaj ekspozite, autori është të shprehur se tablot paraqesin dy këndvështrime të ndryshme të realitetit shqiptar. Sidomos cikli i grafikës është i periudhës 90, ku ndodhen tranzicioni i politikës shqiptare. Pra ikim në një rend social-ekonomik, siç flitet të diktaturës, dhe vim në një sistem tjetër që është ekonomia e tregë. Artisti nuk është se është artisti i cili duhet kapi temën. Unë them artisti imponohet nga temat që ndodhin. Detyrimisht, unë i kam përjetuar këtë ngjarje, bile edhe në kurrizin tim, dhe detyrova të prezantoj këtë ngjarje që në atë kohë. I kam ekspozuar dhe jashtë në Itali, kam shkruar revistat e artit të kulturës, dhe mendova që ka ardhur momenti edhe të ekspozoj edhe në Shqipëri. Është era, janë ekspozuar edhe në Muzeun Kombëtar, edhe në Aveniat e Ministrisë së Kulturës dhe Sporteve, dhe mendova që qytetin ku banoj t'i ekspozoj, t'i shikojnë dhe dashamirësit e Durrësak, shokët, miqt që kemi. Muhamet Malile, lidhur me artin e tij në 40 tablot mbreslënse të ekspozuara, shpjegon se sistemi që po ndrrohej ishte i zymë dhe shoqëroi me drama, të cilat ai zgjodhi t'i pasqyroi artistikisht. Vetë sistemi që po ndrrohesh ishte i zymt për plaset sociale, politike që ishin, detyrimisht bëjnë edhe dramën e jetës që ne e përjetojmë, e karikojmë në kurrizin tonë. Dhe unë mendoj nga ana ime që një artist jep të mundshmën e tij kur ai përzihet në problemin që ndodh, që jeton. Nuk është thjesht ilustrator i realitetit që shohim, se atë e bën aparati fotografik. Mendimi është mbi gjithçka, që ti do të nxjerrësh çfarë të shqetëson. Nëse ti s'ke shqetësim, s'ke bërë krijim, ti ke bërë vetëm një kopim të asaj që shikon. Dhe situatat që ishin atë kohë, me revolta, me vrasje, me drekje, me shejtan, detyrimisht që ishte për mua një epokë gri, në të zezë dhe të bardhë. Muhamet Malile është të vlerësuar shumë dhe nga kritika italiane, si përfaqësues i një brezi artistësh kurajoz dhe vëzhgues ekspresiv të natyrës. Përgjatë 2 dekadave, krijimtaria e piktorit ka pasur transformime të dukshme, të cilat konstatohen qartë dhe në penelatat me të cilat ai ka përcjellë në telajo realitetin shqiptar të atyre viteve.